patë qëndrimin e qartë të tij, i cili ishte në mbështetje të një kandidature të tillë, po ende s'kem një qëndrim të kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës dhe duhet ta kemë një debat me kryesinë e Partisë Demokratike të Kosovës. Mandej, ja, natyrisht që ky shtet është në themelët të gjakut të tij dhe kuvendi është i ndërtuar në sakrificën e tyre. Kosova Lirë është ndërtuar në sakrificën e tyre, Kosova Pavarë është ndërtuar në sakrificën e tyre dhe ne çdo herë i përkulmi ne familje të tillë, po vendimi politik, komunikimi i vendimit politik i takon një subjekti politik i cili ka dalë gjithashtu prej luftës, se Partia Demokratike e Kosovës nuk ka dalë prej zyreve të ngrohta, e as prej printerave si draft statut, po kemi dalë aty ku ka ecë ushtria shkrimtare e Kosovës dhe ne e shohmi vendimtarët që në përputhje me këtë dinitet që përfaqësojmë të sillemi edhe me votën tonë në kuvend të Kosovës. Një kandidaturë që vjen nga familja Ashari në kuvend të Kosovës, unë do e thoja personalisht çdo herë po. Edhe një dialogu që do të jetë më përmbajtësor mes kryeministrit, kryetarëve të partive politike në opozicë si për çasmi kësaj teme.